Zonja dhe zotërinj, përshëndetje, unë jam Simi Samargjiu, ky është Euronews Albania, do të jemi bashkë në orën e vijim për cilët e këto zhvillimet më të fundit. Do ta nisim aty ku e ndërprem në 31 korrik, kur unë ikam me pushime, kur hoqë xhaketën, dhe isha në studio me Rezart Priftin dhe këtë sezon po nis prapë me Rezart Priftin. Rezart, kënaqësi të të kem në studio. Ku e lam e ku na mbet. Unë jam Loni, si jeni? Rez, kënaqësi të kem sërish ta nis këtë sezon me ty. Gjithashtu. Rez, si shkuan të pushime? Më bëri qave, s'u vë. Mirë. E nisim pak me sezonin turistik. Flasim pak për sezonin turistik. Si të duk ky sezon turistik nga ajo çfarë ti pe? Është fiks nga ana e performancës ekonomike, ajo që të paralajmërova këtu 6 muaj përpara, që u përgatiten për turizmin, për shumë gjëra të tjera. Numrat nuk ishin njëjtë siç kanë qenë këto vite e fundit, numrat e hyrje, numrat e performancës ekonomike, numrat e operatorëve, me gjithë problematikat që kanë ndërrimi i çdo viti aplikimeve, jo për plazhin, jo për shezlonin, jo për drekjen për shejtanin. Pra, janë dy gjëra kryesore që ka problem turizmi. Një, aftësitë. E kujt? Aftësitë operatorëve turistik. Okej. Po bashkit ka problem? Do vëm dhe aty. Pra, para herën ta nis njëri nga ata që janë drejt për drejt. Sepse në parim pune, unë nëse unë kam po ja fus kod 30 vjet që ankohem bashkia s'bën, shteti s'bën, atëherë nuk kam më të drejtë që të them të kërkoj llogari bashkisë. Kur unë të them që ti je budalla, unë nuk të them asgjë të probleme matematik. Kur ti s'merr vesh nga matematika, e kupton logjikën? Dhe atëherë gjitha kjo është në dorë të atyre që bëjnë investimin, atyre që bëjnë, sepse ato që hetin sakrificën e djersën mundin në jetën e tyre, e kupton në atë aspekt. Pra se janë një pjesë e tyre, jo të gjithë janë njerëz që pastrojnë para lumut. Pra Lebron Vinci nga gjitha kratë. Dhe në këtë sens, kjo është pika kryesore. Pra hyn dhe shteti këtu. Dakor? Me gjithë përgatitjet me aftësitë që duhet t'i futi, t'i kanalizojë. Aftësitë e pafësit, po. Po aftësitë e pafësit e shtetit është pikë për vete. Dhe ideja është e tillë që emëruesi kryesor ishte i pari, kjo që po them që mungesa e aftësive dhe mungesa e mendësisë të bërit biznes në këtë aspekt. Pra ne duam ta çakordojmë këtë punë që me sezonin e parë. Dhe nuk e kemi as sezonin as 6 muaj si e ka Greku, apo 5 muaj si e ka Kroacia, apo 3 muaj si e ka Malezi. Ne kemi edhe 1 muaj. Dhe këta duan që në 1 muaj edhe në këtë 1 muaj ai do të bëjë të gjitha ato lekët e 5 viteve që jo që ka hedhur, po edhe 5 vite që janë, që ti je i sigurt që të rri rehat pastaj. Vjen kush vjen, nuk ka rëndësi kush vjen. Pra aspekti i parë është kjo mungesa e aftësive që kanë të bëjnë me pastaj mundësi një, kulturën e atij që operon biznes, dhe 2 shtetin, sepse shteti ka institucionet për të përgatitur njerëzit për aftësitë e dhura për segmentet e tregut që konkretisht është turizmi. Dhe emëruesi i dytë i përbashkët në perspektivën time është pocaqia. Pisliku mod plak. Ishte? Pisliku mod gjithandej. Nga jugu në veri do. Nga jugu në veri. Pislik u madh. Pocaqi e madhe. Kë ka qenë gjithmonë në rrezë? Apo është shtuar doza të oksigenit? Gjithmonë nuk ka qenë. Shtuar doza e mbeturinave. Gjithmonë nuk ka qenë. Është shtuar, duke që ushtuar qarkullimi, duke ushtuar njerëzit nëpër plazhe, duke ushtuar se kulturalisht para 20 vjetësh nuk është se Bregdeti nga, po ta them, nga Radhima e deri poshtë në Lukov, nuk është se ishte shumë vizitor nga shqiptarët, themi atë gjë tani, për së vërtetës. Kur shkoja në 99-2000 ishin 3 çadra në kishte vërtet të vjen gjëra, në gjithë fjalën. Pra jali ishte, ishin 5 çadra në gjithë fjalën. Sot këta që protestojnë, 90% e tyre nuk e din ku bie Zvërneci akoma, për së vërtetës. Pra vende siç është Zvërneci. Që në këtë sens, po them që është pocaqi e papar. Është pisliku papar, plera gjithandej, dhe është një mungesë dakord, pra shteti duhet vendosë jo koshat, kompanitë duhet të jenë më të ndërgjegjshme, të tjera. Po sidoqoftë, ore je ti që hedh më punë. Dhe para 2 javësh kur po dilja që të merja makinën në Drimat, poshtë, dakord, po dilja që të merja makinën, ishte një stol betoni aty që e ka vendosur kush ka për projektin e tij. Pra një stol e betonit njerëzit kishin lini qeset e plerave. Ishin ndezë njerëz apo them gjithë rruga kosh. Dhe në momentin që po nxjerrja makinën, një burr që i roft kapelja me gjithë djalin e vet si katal Louis Vuitton me ato çantat që i mbajnë këtu në mërsuk, çfarë thon këtyre plerave që mbajnë këta. Të dy babe bir po të them, u rrofshin lekët që kanë, dakord? I lën të 2 qeset mua aty. U bëra foto, po tash nuk ka rëndësi, se nuk është përgjegjësia ime që ty në konflikte të tilla, se hajde merrem me këta lloj psikopetrish, po që thash, nga i krah është kultura, nga i krah është përgjegjësia e shtetit. Të thuash ti, edhe unë e kisha një qese. Dhe për së vërtetës dola në 40 gradë, duke lënë kalamajt të shezllohet vetëm të hidhja plerat. S'po gjera asnjë kosh për të hedhur plerat për së vërtetës, dakord? Dhe to lesh koshat e lokaleve të hyjnë në konflikt se këta të shohin si skiç.
se s'ke ngrënë e s'ke pirë aty, pra është puna e saj që kur të vetë në banjë në Shqipëri s'hyn dot si gjithë botën se duhet blesh diçka patjetër. Megjithatë diskutim kot këtu. Okej. Po që pocaçia. E kuptoj, ndërkohë një tjetër gjë rreth çmimet. Te pjesa e çmimeve, duhet ndalim pak. Te çmimet se pas një postim tënd shumë bukur që kishe bërë me një faturë që ishte shumë modeste. Po është logjike pra, kishe të bënte me raportin e Pogradecit në raport me këto me qytetet e tjera. Domethënë fatura e gjithë ditës që mbajti mua në Pogradec ishte sa fatura vetëm mëngjesit që mbajti në jug. Vetëm mëngjesit. Pra fatura gjithë ditës që pra mëngjes tregtar duhet që për hir të rrethanave të punës ishin aty, mua më duhet të bleja edhe brek, edhe çorape, edhe kazëm, edhe lopate, edhe diçka tjetër dhe gjithë ditën mbajti 36.000 lekë. Kupton? Ndërsa vetëm mëngjesi në jug, s'pe përmend ku fiks fare se ka, mbajti 36.000 lekë. Domethënë janë ca unë i konsideroj turpe kulturore këto. Megjithatë, prap, duke qenë se jam ekonomist dhe jam liberal në këtë aspekt, mendoj që secili që ka vendosur çmimin do mbaj përgjegjësi për atë çmim që ka vendosur. Dhe po mbajnë. Siç po mbajnë tani, dakor? Po mbajnë tani, po të shihesh sezonet këtë vit në jug, nga Drimata, ndërmjet e tjera, të gjithë me bukë me vete, të gjithë me termusa me vete, ora me birat atje të tjera. Dhe mos e shikoni atë që merr bukën me vete, termusën me vete, birën me vete si armik. Nuk është armike. Di pse? Sepse edhe ai që i merr me vete nuk do t'i marrë me vete. Sepse nuk do njëri t'i marrë 40 gradë të marrë një valizhe me vete, po e detyron ti. Se ti e pocaqi në shërbim. Nuk mund t'i japësh një birë 10.000 lekë, nuk mund t'i japësh një kanaçe 5.000 lekë, por nuk shkon më, nuk shkon. Uji 3.000 lekë, 4.000 lekë. Uji 4.000-5.000 lekë, sa vjen këto. Po më thoshë në këtë sens është nga nevoja kjo punë. Në Greqi është standard, uji është 50 cent. Kudo është çmim uniform. Vendos tregu atë. Jo, po ndoshta uji nga që është mjet jetik, pra gjë domosdoshme jetike është 50 cent. Por një që do ta mbash gjithë ditën aty, nuk mund ta mbash gjithë ditën aty me këtë lloj çmimi, me këtë lloj logjike apo, se ti nuk ofron asnjë gjë tjetër, që themi atë gjështa. Megjithatë kjo është tjetër gjë. Do t'i mbeten kësaj të punës së plera sepse kam përshtypjen që është bërë gjendje kritike në të gjithë Shqipërinë. Domethënë, po ta marrësh, jo vetëm në Bregdetar. Edhe në zonat tjera thuash. Ore këtu më pas tegut, këtu e ke pocaqi më burr pas tegut. Po ke lumin e lanës pocaqi, po ke komanin pocaqi, po është bërë kapic komplet. Dhe po të flasim për pocaqi, me që ishte kjo festa e famshme, çka ka kjo te Mali Tomorit. Po, Mali Tomorit, po. Në qoftë se Baba Mondi kërkon të menaxhojë një shtet ashtu siç menaxhon festën e Malit Tomorit, për mendimin tim vëllat, Baba Mondi do të heqë nga borderoja fare. Sepse Malin e Tomorit e kanë bërë si mali nuk e di, i laskarëve, nuk e di çfarë të quaj fare. Sepse ka arritur në atë pikë degradimi kur këta, thash është kulturore, po sidoqoftë një institucion shtetëror, një që e menaxhon atë punë, nuk mund ta lërë në atë gjendje. Në Malin të Tomorit kur bëhet festa e këtyre që hanë, pinë, aty kafshët e kupton, nuk mban më era, nuk e di, çfarë do të thonë. Mban era kërmor zotëri, mishet e kalbura që hedhin aty, çfarë nuk gjen aty më po. Ka Mali Tomorit sot që ne flasim është fllëqësir komplet. Mban era kër me kalbur. Pra mishet e kalbura që lënë ta që i thënë aty që me do të bëjnë kurban. Pra edhe ajo do një menaxhim. Dhe në këtë sens që të vesh në 2000 metra sa është ajo që të bësh atë pocaqi, bidona, kanaçe të futura pas shkëmbime, pas gureve, ne jemi race poshtë në këtë sens. Se s'ke pse e bën atë. Hëngre, pive, u kënaqe, mblidhin e i qese, po s'ke shtet që të vjen vërdall aty koshe, hiqi. Po sa mirë ata tregtarat që vinë aty e shesin lloj plere i lë. Sa mirë ata që kënojnë aty që bëjnë festivale të tjera i lë. Menaxhohu Amerika 20.000 lekë secili thoi zotrin këto janë, do rini këtu një javë juve. Keni 20.000 lekë ditë tarif pastrimi, do marrni kompani private, se unë s'kam unë si shtet s'kam mendere ta bëj këtë punë. Po. O s'kam penevrek fare të merr këtë punë. Nga 20.000 lekë ju secili do marrim një kompani, 2 persona të përshtatshëm për këtë punë, kur të mbaroni ju kafshët që hani e pini e hidhni këtu, do t'i mbledhim ne të gjitha këto. Okej. Po të arrish në pikën që të marrë Malit era kër më burr. Era kër më burr sigur kanë luftuar ushtrit e tani ka 3.000 viktima aty që po kalben. Okej. Rez, me që se kemi dy tema tjera për t'i prekur, me që përmendën Pogadecin, dalim pa Pogadecin, të kishte nxjerrë një histori që qeveria erdhi në Pogadec ishte tim Pogadec. Dalim pa të takim Pogadec, si duk. Shiko, se kishe pritshmëri të mëdha, që jo ndryshime në qeveri, jo kështu. Ne këtë diskutim e bëm bashkë. Po. Dhe ideja është e tillë që kishe pritshmëri të mëdha për ndryshime në qeveri, dhe është një diskutim ky. Kishe pritshmëri të mëdha. Për ty duhet të ndryshime apo jo? Për ty? Duhet. Shiko, ne jemi në një vend impotent. A duhet të ketë ndryshime? Ora verën e kaluar ishte njëjta gjë. Për këtë, se njerëzit e kanë memorien e shkurtër këtu, por ne që jemi çika memorie më të gjatë, kemi mallkimin e Perëndisë që na ka dhënë
që një mallkim që të mbajnë mend gjëra, e kupton? E dim që është Andi Bandi Zulullandi në Makondo nuk ndryshoi gjëra. Dhe ideja është e tillë. Edhe në verën e kaluar duheshin ndryshime, u bën ndryshime, erdhën, pra dolën 4 klubara. Ministri e mjedisit nuk e di njëri, se di njëri ç'a deklaratë ka bërë sot. Mund të jetë çoni talentuar ose jo fare, për ta thënë përzërisht. Po ideja është e tillë. Ka një vit të tërë që mjedisi ka qenë në epicentër të kësaj gjë, qoftë edhe për presionin e Bashkimit Evropian se është një ndër pikat më të vështira në negociata, pra ti mund të plotësosh shumë pika, dakor? Mjedisi, ministri i bujqësisë. Po. Pra, unë tani që po merrem me bujqësi, unë shoh që bujqësia është një gangrenë e madhe, unë të isha për shembull Sinal Madhia, nuk do kërkoja qiqra në hell. A pas ndryshuar, nuk është më shahist? Po është ajo, këtu dalte kjo që gjithë kjo gjë është lëvizje shau, kjo e po gradeset. Okej. Dakor? Nëse ka prezantuar të platformën pasqyrë. Po ja do të pra pasqyra është çështje ambalazhi si puna e besës pra. Që u hodhi 2 muaj fjalën bes, u mor gjithë Shqipëria shpjegoi fjalën bes, tani do shpjegojnë fjalën pasqyrë deri nga shtatori sa të bëhet asambleja e përgjithshme e partisë që aty i degdis të gjitha jeta. Se di asnjëri kush do vej, kush do dalë. Dhe bujësia ndalën. Si do asamblet. Me që më merresh dhe vetë, po është e vetë. Në parim, domethënë unë nuk jam ekspert bujqësie. Je për fermerë? Po unë marr vesh gjërat bazike nga parimi menaxherial që kam gjithë jetën i merr me këtë punë. Edhe nëse ka një gjë që është bërë keq në këtë vend, është kjo, bujqësia. Është për gjithë vitet. Gjithë këto vite nuk po them për të mos e tresë, do erdhi ky dhe doj ky me një vit nuk ka ç'a bën apo e kupton. Por kur unë shoh që ti në momentin që vjen me një vit, nuk është se shkon në kat kundër, po shkon por një ditë ka. Them që vështirë është. Dhe në perspektivën time unë do të kisha shkrirë gjithë Ministrinë e Bujqësisë komplet. Ta them seriozisht, do ta kisha shkrirë komplet Ministrinë e Bujqësisë. Për gafat që unë vë re tani që janë bërë. Pra imagjino një person që merret me procese të tilla, është tmerr i madh, është tmerr i madh, është masakër, po te masakër. Dhe kjo pasqyra që reklamoi zotëria nga Pogradeci, duhet të di që ka të bëjë me gjithë kaçakët e pushtetit lokal. Ka të bëjë me gjithë këta batakçit që në çdo zinxhir ai është i varur aty, sepse nuk ka vajtur në punë për të bërë punë. Ka vajtur në punë që kush vjen të kaloj, do kaloj nga mua, do marr këtë, do kaloj nga mua, do marr këtë, do kaloj nga mua, ta vonoj kaq, ta bëj kaq, ta mbaj 3 javë, po 3 javë për dikë që është që nuk ka dyqan që shetuj, se në ujë nuk e gjen gjë, po për 3 javë, 4 javë, 1 muaj është një sezon për një mbjellje më zotëri. Dhe një mbjellje do dhe 1 vit, do 3 vjet, janë ca kultura që janë më të vështira se ajo që po merrem që do 4 vjet të dalin Terezi. Dhe 1-2 javë një kaçaku në një institucion lokal, shtohet një 2 javë tjetër dhe mua humbë 4 vjet në vazhdimsi. Është e kot kjo që po them unë, sepse është një diskutim që janë diskutime që duhen bërë masivisht në panelet e pasdites, në panelet e darkës. Domethënë, nëse do media që t'japi një ndihmë shoqërisë shqiptare, duhet të trajtojë probleme të tilla. Duhet të trajtojë pikë dhe jo të marrë 5 daulle këtej që nuk kanë zbritur ndonjëherë në terren, nuk dinë se ku kalojnë dhe ku kalojnë, dhe flasin për seksin e ëngjëve. Është termi shahistit ky seksi një, dhe që përdor shpesh. Dhe këtu ka të drejtë. Pra dalin 5 veta këtej, 5 veta ndej dhe flasin për natë për seksin e ëngjëve. Pra për 70 sa ditë u bë protesta? 85 ditë, kanë dalë çdo ditë në 5-6 televizione të ndryshme, 5 herë 10-50 veta që flasin në total në këto panelet për 80 sa ditë kanë folur për seksin e ëngjëve. Pra asnjë problem të qëndësishëm, se cili ka bërë teori kështu kot më grazin ajër. Por nuk ka folur njëri për bujqësinë, nuk ka folur njëri për krizën e thatësirës që është e ujit, nuk ka folur njëri për krizën e mjedisit, nuk ka folur njëri për pisllikun që po mbulon Shqipërinë, që nuk po kalon në sporadizëm tani. Po është fenomen më e ke gjithandej. Nuk po flet njëri për mungesën infrastrukturore, po flasin të gjithë për çfarë? Unë nuk e di. Nuk po flet njëri për ekonominë, për të sajtin 6-7 vit radhazi, prodhimi industrial dhe prodhimi bujqësor është në pikat të tërë. Nuk po flet njëri për gjën më të rëndësishme prap, që vetëm 6 muajin e fundit 140 milion euro bleu prap Banka Qendrore. 8 miliard të do të thojë. Që ka vajtur në 2.ca miliard dollar që nga 2024, që ka bler Banka Qendrore euro. Në total rezerva është 8 miliardë? Po, në total 8 miliardë euro ikën në të kundërt më zotri. Nuk ka John Keynes apo nuk e di. Nuk ka ekspert. Gramos Pashkura me të pas të kthehet tani dhe nuk i shpjegon dot më. Nuk i shpjegon dot më.
që Banka Qendrore blen 2 miliardë euro dhe akoma euro nga gati 92. Vetëm 20 ditë e fundit euro ikun pikjat komplet. Po mirë, kjo paktën Rama shpjegon se kur është përforcuar leku, ose më saktë ata që janë Nuk i hyj këtij diskutimi, është diskutim diletantësh. Mua profesionalisht nuk ma lejon viti i parë i shkollës ta bëj këtë punë, se është turp për mua, që them nuk është dobësuar euro, po është forcuar leku, se po të hyj shpjegimit akademik është mëkat të ha kohë televizive tani, po e shpjegoj me një po ta përmbledh ajo që është për budallën, për këta kanarët që të merren me këtë punë. Në qoftë se është kaq e thjeshtë, atëherë në qoftë se është dobësuar euro dhe është forcuar leku, të lutem më shpjego pse në një vend që 85% të prodhimeve të brendshme që janë në supermarketet e shqiptare nuk u ka rënë çmimi. Po. Këtë dile shpjegoa kushdo që e ka nxjerrë të teorinë idiote, nuk e di cili ka qenë debili pas saj, që nuk është forcuar, nuk është dobësuar euro, po është forcuar leku, tu shpjegoj njerëzve pse në këtë aspekt nuk kanë rënë çmimet saç është forcuar leku, se saç është forcuar leku, aq duhet bie edhe çmimi i produkteve që importojnë me euro dhe dollar në treg. Unë nuk di sot që flasim ne, produkt që tjetë në supermarketet mos importohet, duke përfshi nga lëngjet, nga birat që po mbyten, që po vdesin komplet, me merit, se birat tona janë pocaqit e diku, me produktet bujqësore, që unë nuk e kuptoj pse, janë të komplet importi. Atëherë, nuk duhet ishin këto çmime që janë, po duhet ishin sa përqind është forcuar leku, është forcuar leku 30%, aq duhet ishte edhe kjo para zotrek. Dhe me gjitha njerëzit të pyesin se pse nafta sot është kriminal. Nafta për mendimin tim, pra operatorët e naftës në Shqipëri sot që ne flasim, janë kriminal. Janë për këtu. Si mund të jetë në një vend që është forcuar leku mo shpirti xhaxhit, dhe nafta është 2200 lekë. Me çfarë importojnë naftën këta? Me dinar. Se unë nuk e kuptoj këtë logjikë tash. E konvertojmë në sardele, e bëjnë me barter. Të dalë dikush të shpjegoj shqiptarëve pse sot po paguajnë 2200 lekë për naftën dhe nuk flet kokër njeriu. 2200 lekë naftë benzinë zotri. Si ka mundësi? Çfarë ndodhi 10-15 ditë e fundit në Hormuzin e famshëm që në Shqipëri vajti 2200 lekë nafta. Pra, që në Hormuz po ndodh gjë de facto. Po. Nuk po luvin çmimin në bursë, nuk po luvin çmimin në Amerikën naftës, nuk po luvin çmimin në botën naftës, vetëm në Shqipëri në mënyrë kriminale ka vajtur 2200 lekë çmimi i naftës. Të dalë dikush të ma shpjegoj sot. Dhe gjithë zinxhiri i këtij operacioni është për burg. Sepse kjo është kriminale, t'ja bësh një shteti në kulmin e fatkeqësisë siç është tani, naftën 2200 lekë. Një pikë tjetër që ne kemi të kurcuar për të folur është kjo historia ndarjes territoriale, bashkit. E prekëm pak edhe sezonin e kaluar, po tashmë ke reflektuar ose si ke parë këtë ndarje? 148, 45, 99, 50, 62. Do thash nuk i diskutimit të kungulleshkës. Po. Pse kaq? Sepse pse 100, pse 140, ora do 1000, bëj 1000 burr. Bëja secili në ai bashki në shtëpi. Jepë në ai bashki secili në shtëpi. Mua nuk më intereson kjo. Mua më intereson se sa bashkit kanë burime të brendshme. Dhe në qoftë se ti më thua mua, bashkit nuk kanë burime të brendshme, nuk kanë ekspert, ora faj kujt është, imi është. Po. Dakor? Nga një krah ke bashkit që kërkojnë të jenë, kërkojnë të përgjegjshme, nuk po flas për bashki pocaqit tipit Poliçan, Dimal, çan këto, Maliq. Por zotri, një person që ka në një bashki 25 vjet dhe ka çuar atë bashkinë inekzistente, nuk mund të më thot mund tani pse me ik bashkinë nga dora. Ti po vdes bashkia më shpirt, ti ke 20 vjet aty, ç'ke bër? Zero. Sepse unë nuk them që ti je komplet përgjegjës për vdekjen e një qyteti. Po ti je pjesë e përgjegjësisë. I ke dhënë një dorë. I ke dhënë lopatën, po jo dorën ja kam dhënë unë. Po ti ke dhënë lopatën për zotrin. Pra nuk po flas për bashki të tilla, që janë në perspektivën time janë rudimentare, janë si bishti të trupi njeriu që u zhduka avash. Unë po flas për bashki që deri diku janë në teori organizative performance të mesme. Po. Pra, në qoftë se ti kërkon burime, ti duhet të mbash dhe përgjegjësi. Ti kthehemi në kohë prapë memorie safatgjat, sepse shumë njerëz nuk e dinë këtë, që bashkitë dikur kanë qenë të plotfuqishme. Kanë pas shumë në dorë. Po, tani kanë hequr gjithçka. Kanë pas arsimin në dorë, kanë pas shëndetësinë në dorë, kanë pas shërbime sociale në dorë, kanë pas
Ora kam pas një ndërtimi me Qirallavi, se harova. Po, tani nuk japim. Kam pas ndarje drejt Shqitan. Kam pas ujësjellsa të dorë. Dakor? Sa ishte mbledhja e, po marr më të thjeshtën fare. Mbledhja e tarifave të ujit kur e kishim bashkit në dorë ujësjellsin. Zero. Bashkit falimentuar vetë. Tani janë bërë kryetarët e bashkive se punojnë komunale. Po dakor, ore, e çuan vetë më. E çuan vetë aty. Apo jo? Pra, absolutisht po dakor. Na e tha dikush të dy të batut, po. Janë bërë si punojnë komunale. Por që e çuan vetë aty, nuk është se u çojnë njëri. Po. Ama jo kryetarët e bashkive, flas qeveria. Zotëri, kryetarët e bashkisë në gjithë kohën që kanë pasur pushtetin e fortë, kanë qenë dikur, kanë qenë 30 ca bashki që pse marrin reforma territoriale e parë fare. Ka qenë Blen Klosi më që është sot, atëherë te mos gaboj. Po. Kanë pasur të gjitha mundësit, po çfarë bën? Nuk mblodhen asnjë tarifë uji, pra falimentuan vetëm më pak fjalë. E dyta, nuk mblodhen asnjë tarifë pastrimi. Po ca qizuan bashkitë e tyre, se bashkitë nuk mblidhin koshat e plera, varet zero. E kanë pas vetë si shërbim. Dakor? Dhe më e keqja akoma, në qoftë se bashkitë do kishin vizione apo do kishin një farë minimumi kapaciteti aftësie, kodrat e Saukut nuk do ishin bërë këto plerat që janë bërë sotëre, po Sauku sot, pra nga këtu që jemi ne te Euronewsi, deri te rrethullimi i Saukut, majtas djathtas janë 2-3 kodra. E ke bërë? Po. Do ishin Beverly Hills. Nuk do ishin ato plerat që janë aty tani, xhungull kriminale masive fare. Lëmë që të futesh thellësi që u mbet nga xhungla. Ka dhe një variant tjetër, ndjesë në presë për të shtuar këtë gjë dhe pastaj vjo vetë analizën për këtë punë e rajoneve, që ndarje me rajonet. Çfarë mund të shojë nëse bëhet? Shko, mund ndjesë të thjesht përfunduar argumente thjesht për ta shtuar se kemi edhe 8 minuta. Para se të vëmë tani, thash, bashkia si njësi duhet të jetë qendër resorses, qendër burimesh. Qendër resorses, qendër burimesh. Dhe thash, asnjëri nga palët nuk e ka bërë pyetjen, ore, çfarë duhet i bashkia që të jetë vetë menaxhueshme? Ore, me Qirallavi, pse bashkitë nuk janë të vetë menaxhueshme? Dakor? Pse? Pse s'kan fonde mjaftueshme? Bëj pyetje. Nga abuzime, po çfarë? Nga të gjitha gjërat, nga paftësia, nga abuzimi, nga gjëra tjera. Po janë gjitha, nuk është se ka një gjë. Po. Ta bëjmë këtë, nuk është debati sa do bëjmë, si numër. Debati është ore pse këto bashki nuk performojnë, nuk bëjnë po asnjë lloj pune. Nuk janë eficiente në dhënien e shërbimeve. Ke bashki, për shembull, mund marr bashkinë më fatkeqe të historisë së Shqipërisë. Bashkinë Lushnjë. Pse është më histori, po në sensin Lushnja është hambar. Po, por nuk ishte dalë det dhe kryetari i bashkisë tani që me Divjakën do kemi dalë. Po, me Divjakën do të çajmë balshajt aty, do futemi te muzak, hajde ne do dalim drejt. Pra, një bashki që është hambar. Ka sipërfaqe të madhe territoriale, ka fusha, ka të gjithë burimet ekonomike të mira. Dakor? Njerëz Lushnja ka pash historikisht, edhe rrethinat e veta. Është bashkia më dallkauke që nga ai Daulli që ran burg, që ishte ai Tusha mund të flisim me ata amani që të merri madhe. Ai s'kupton të shqip kur vjen. Deri te kjo që është sot. Pra është një bashki që për nga përmasa, për nga kapaciteti, për nga potenciali, është në 1822-shin. Po. Në mendësi është në 1822-shin. Jo, duhet ishte nga bashkitë kryesore. Dhe unë që merrem me arsimin, po të konfirmoj që Lushnja ka edhe disa nga gjimnazet më të mira në rang Shqipërie. Vërtet? Po, Elbasani është nona e kësaj pune, dhe Lushnja ka disa gjimnaze që janë shumë të mira. Por është bashkia më zhë komplet. Si ka mundësi mes Shqipërisë, nga ana logjistike, spektakël i afër me të gjithë gjërat. Njerëz po, territor po, fusha po, bujqësi sa të duash por zotëri. Pra, nuk po flas për bashkitë tjera, po flas për bashkitë që është bashki de facto dhe nuk e heq dot. Nuk është si Poliçani për shembull që e mbyllim sot dhe s'ndryshon gjë fare. Pra shkau gau pa dau. Dhe në këtë sens janë këto qytetet e mëdha, çështja është si të bëjmë këto burimore. Pastaj dalim ne, ora këto rajonet na bëjmë punëve? Po. Hajde bëjmë rajonet. Për ty, por çfarë ndryshon rajoni nga ana praktike? Çfarë ndryshon rajoni? Do ketë një të zgjedhur, pra një rajon do ketë një të zgjedhur, po. Ora dakord, e zgjedhim këtë për të fuqishmin e rajonit. E zëm se Shqipëria u ndan 4 rajone. Kur votojnë njerëzit për kryetarin e bashkisë, votojnë edhe për këtë të zgjedhur e rajonit, po. Pyetja që kam unë është, cili është institucioni, siç është profesioni notarit më parazitar, cili është institucioni më parazitar në Shqipëri? Prefekti qartë. Po. Po. Më institucion idiot, më institucion që nuk ka lidhje me realitetin, më argjim taksa shkot, janë prefekturat.
Po ti shkrim, pra ti Unë bëjmë e di çfarë rajone, bëj. po, ti bëjmë rajone. Ti jam më shumë kompetenca. Po në koncept ato janë vetëm letra. Po. Por në praktik s'ka asnjë gjë më bu. Edhe ti shkrish, dhe mos e shkrish nuk ndryshon që se s'ka gjë më. Të po them, ndaj unë nuk e di pse janë akoma. Kompetencash. Duhet të jam më shumë Edhe kompetenca. në këtë pikë, u them hajde po i bëj këto rajone, se de facto ti ku e ke prefektin apo. Po. A është prefekti përfaqësues i rajonit? Çfarë bën asnjë gjë? Hajde po e kaloj bazën me votë. Çfarë bën asnjë gjë? Por ti mund zgjidhesh me votë, ç'është sa kompetencë do kesh? Dhe çfarë kompetencash do t'i marrësh prapë bashkive se ti po e bën rajonet, do të marrësh kompetenca bashkie prapë? Po. Dhe hiqo edhe këto që kanë, hiqo edhe këto që kanë, nuk gjerën as komunale pastaj. Po. Perspektiva ime është, mendimi im në aspekt organizativ dhe menaxherial është i tillë. Mbyll këto bashki që ke për të mbyllur, se për të vërtetës me gjithë luftën që po bëhet, janë disa bashki që janë kot, janë detyrimisht për të mbyllur komplet. Pra janë taksat harxhora. Mos u hiq shërbimet nga pjesa lokale, po thjesht hiq pjesën që ti si bashki apo shtet ti e thjesht qyteti po e fuskon kulturë, ku din çaj bie. Dhe në këtë aspekt ti ndrysho pjesën organizative të institucioneve bashkiake. Ku çalojnë këto? Çalojnë te burimet njerëzore. Ti mund t'i bësh jo 50 siç duan këta t'i bëjnë, 40 sa duan t'i bëjnë. 25, Por mund t'i bësh 10. Problemi është një budalla nuk bëj një të mençur, pra bëj dy budallëj. Kjo është perspektiva ime nga ana e burimit njerëzor dhe nga ana organizative. Çështja është këta kanë problem të burimit njerëzor. Si ti ja bësh ti që të marrësh burimin njerëzor që edhe po bëre 40 bashki, të mos përfundosh si kanë përfunduar gjykatat sot. Okej, po kjo është skandal. Mos vjen me të mëdha po. Nuk ka më skandal është nga 12 gjykata u bë një gjykat. Dhe po. Kush e hëngri? Populli. Si gjithmonë. Po gjithë do bësh në bashkim. Mirë, po nëse qeveria vendos të lëshoj pak pushtet, të japë më shumë pushtet rajoneve, bashkive, është gjë e mirë. Mund ndryshoj diçka? Është një teori që thotë nuk ka demokraci pa përgjegjësi nga mbrapa. Po. Ti do pushtet. Po. Siç bëhet në kompani. Do pushtet, do përgjegjësi ti. Do të mbledhësh to buxhete. Po. Ke këto detyrime nga mbrapa. Do të marrësh pastrimin e qytetit ti si bashki? Po. Ama të pash pocaqin që është tani lije qersat e bashkisë. Po ti s'mund të marrësh më tani këtë formë, se kjo s'ka fund, s'ka logjik. Ti e ke qytetin pler, e ke pa ujë, e ke pa infrastrukturë, e ke primitiv si Lushnja, si fshat të madh, e ke pa aktivitete, e ke pa programe zhvillimore, e ke me një rinit të braktisur, e ka rëndis nga 50.000 veta në 5.000 veta, dhe ti është prap 20 vjetë kryetar bashkie, se kuptoj të logjikën tani. Se të rizgjidh prap partia. Pra duhet të kesh një farë nga mbrapa, sa përgjegjësi që duhet t'i mbajsh si kryetar bashkie, se është pushtet lokal, nuk është të kesh politik. Merë, do të marrë pushtet, merë për sotri. Ç'keti? Merë, hajde. Ama 1, 2, 3, Ama kush do mbaj 5 përgjegjësi nga mbrapa, pa duhet të ketë, se nuk ka demokraci pa përgjegjësi nga mbrapa, pa accountability të amerikanët. Okej. Rez, për të mbyllur, çfarë duhet presim shtator? Ta bëra gazetë të pyetje se shtatori është bërë ka hyrë në histori, do presim shtator. Çfarë presim shtator? Kur isha në Pogradet, thot një dikush një me humor e sipër. Siç është, Shqipëria është një fshat i madh, e kupton? Dhe njerëzit duke qenë se nuk kanë lajme në verë, do merren me lloj se budallik. Siç e ke punë e media, e kupton? Dolën pamjet nga takimi i Ramës në Pogradet. A thua ti dolën në film porno aty. Ç'o pamje, ç'pa ata po anin, po ata si Elver Hoxha në kod vakti apo ishin mbledhur, po anin, po diskutonin. Po bënin brainstorming e tjera, gjithë njerëzit marrin vesh çfarë dalë. Çfarë dalë çe? Asgjë. Dhe bën dikush profesor thotë do bëhet grita Duma zvendës ministre. Kishte zvendës kryeministre. Okej. Edhe ngre kokën e shoh dhe e kishte seriozisht. Okej. Dhe u vura në dilemë. Ta habitesha nga serioziteti i zotrisë që po më thoshte këtë? E kishte seriozisht zotria në fjalë? Po për zotin bora. Se më thashë po tallesh, do të bëri muhabet. Ta habitesha nga serioziteti që ai që po më thoshte mua atë. Ti shiko çfarë bur. E kishte seriozisht? Apo ta habitesha nga fakti që unë në ndërgjegjen time nuk habitesha po të ishte e vërtet. E di pse? Ky vend po jeton në mediokritet. Ky vend po jeton në një drenazhim kulturor të frikshëm. Dhe nuk habitem me asnjë gjë që mund të ndodhë. Edhe pse nuk e besoj që shahisti të bëj budallëqe të tilla,
se mund të ketë ikur shumë njerëzve radake, po shahisi s'besoj të ketë ikur, po e menaxhon mirë. Po nuk habit e mua dhe për këtë më erdhi keq që kam arritur në pikën që unë nuk habit se ç'budallik mund ndodhi këtu. Mund të marrin dhe ato të fortin e Lushit, çka e ka ai? Hajdari që po ta bën ministër mjedisi atë. Dala ai me brekën për Shqipëri të rregulloj mjedisin. Nuk habitem po them. Okej. Sepse shoh që Shqipëria ka nevojë për pako gjëra për të vënë në brazda drejta. Po ashtu me keqardhje shoh që nuk e ka njëri mendje për punë këtu apo. Për protestën, Rez. Çfarë do ndodhë në shtator? Mund ketë një shtim, vinë studentët, mendoj që mund të ketë një... Është një panik u madh në qeveri sot. Është panik? Këtë ta konfirmoj, po. Panik në qeveri? Ta konfirmoj. E kam të sigur. Okej. Është panik në qeveri për shtatorin? Është panik në po? qeveri për shtatorin, sepse presupozohet që në momentin që vinë studentët, duke qenë se studentët shqiptarë kanë dhe një natyrë që nuk e duan një çik mësimin. Thënë nga një pedagog? E kupton? E duan një çik protestë, sidomos protestat që është sot që është trendi. Nuk është se kanë shpirtin e protestës, ë? Jo, për protestën. Që është protesta që është sot që në sytë të tyre është trendi, në sytë të tyre mund të gjujnë ai gjë, se ka gjëra të lezetshme, e kupton? Mund të masivizohet pikërisht nga fillimi i sezonit të universitar. Dhe ky është një panik i madh, jo sepse qeveria mendon apo shahisti mendon që protesta mund të bëjë diçka, por nga fakti që ai e di shumë mirë që turma është e paparashikueshme. Dhe çfarë sjell një rast, kush mund ta shfrytëzojë diçka të tillë etj. Ndërkohë që edhe qeveria në momentin që ne flasim është në dieni të disa skenare që po përgatiten për protesta. Është reale shqetësimi Rez? Ba duhet të jenë shqetësuar apo për ty? Në perspektivën time jo. Okej. Unë mendoj që unë kam natyrë menaxheriale tjetër. Unë i bie shkurt, nuk të zgjatem shumë. Dhe e dyta kanë fatin më të madh që protesta në qoftë se do ishte në kushte që do kishte opozitë Shqipëria. Opozitë ka Shqipëria. Do hynte shtatori siç huri Shkurti dhe nuk doli Marsi që vdiq Bimbashi, dhe Shqipëria do kishte opozitë, do hynte shtatori dhe qeveria nuk e mbyllte shtatori. Opozita ka Shqipëria, po përsërisë një. Opozita që është sot që flasim ne, është si ta them unë ty, ke parasysh ato çoravet e leshit që fillojnë e grisen pas përdorimit që del një fije ande një fije këtej, një fije ande një fije. Edhe këta kështu janë si çoravet e leshit që kanë dalë një fije ande një fije këtej. Dhe është opozita më e shitur në historinë e Shqipërisë. Tani këta kanë edhe një mungesë organizimi të brendshëm si parti. Dhe tani kanë dalë secili me vete në tregun e gjës së gjallë, po shiten e po blen vet. Se e dinë që piramida ka rënë. Pra individ të Partia Demokratike, po ta them opozita të kishte tashmë emrat e kandidatëve për kryetar bashkie? Opozita s'ka penevreka, por jo me emra kandidat bashkie. Se Rama atë po diskuton datën përgatitje. Rama i ka mbyllur emrat e vet. Kush e di, dhe ti e di që unë e di që ne e dim, Rama i ka mbyllur kandidatët në pjesën më të madhe atyre. Opozita jo vetëm që opozita nuk e ka bën ç'po bën pra. E po them. Dhe është një organizatë që individët e vet, qofse më kupton ç'po them, kanë dalë në tregun e shitjes së gjës së gjallë pa lejen e organizatorit lart, sepse dinë që ngrehina ka rënë në përgjithësi. Okej. Rez, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në studio, të përshëndes dhe të uroj një fund gushti sa më të freskët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shkojmë në një shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish.